Eksperti IT-s Gent Progni ka folur për koston e mundshme të projektit me inteligjencë artificiale diella, e cilësuar si ministrja e parë në botë e tillë. Shpenzimet fillestare për krijimin dhe funksionimin e diellës mund të arrijnë nga 400 milion deri në 1 miliard euro, ndërsa mirëmbajtja e saj do të kushtoj rreth 100 deri 200 milion euro në vit. Kjo përllogaritje sipas ekspertit tregon se ngritja e një inteligjence artificiale që merr rolin e një drejtuesi politik nuk është vetëm një eksperiment teknologjik, por edhe një sfidë ekonomike e për masave të mëdha. I bëra një pyetje të thjeshtë si user i thjesht. Më jep një mendim, sa mund kushtoj diella, inteligjenca artificiale e para ministre në botë? Ja si ndahet kosto e përafërt. Infrastrukturë teknologjike, çmimi nga 100 deri 300 milion euro vetëm për hardware. Cloud dhe server të dedikuar, çmimi 20 deri 50 milion euro në vit. 100 milion euro vetëm paga dhe duhet një ekip prej 300 deri 500 personash. Fushata, edukimi dhe adaptimi social, se duhet dhe kjo normale 10 deri 30 milion euro. Ndërgjegjësim publik 5 deri 15 milion euro. Pra totali për afërt thot 400 milion euro deri në 1 miliard euro fillimisht, plus 100 deri 200 milion euro në vit për mirëmbajtje, thot eksperti i IT-s.